Përshëndetje shenja e dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Kjo javë për ju hapet me 8 monedhat. Ju shiheni duke punuar në heshtje, të përqendruar, të zhytur në diçka që kërkon durim, disiplinë dhe përkushtim. Nuk është punë e shpejtë, nuk është lavdi e menjëhershme, është proces, është ajo fazë ku nuk shiheni shumë nga të tjerët, por brenda jush po ndërtohet diçka e fortë. Ju po mësoni, po përmirësoheni, po punoni me veten, pastaj shfaqet faqja e shpatave dhe këtu mendja juaj zgjohet, ju filloni të vëzhgoni gjithçka me sy më të mpret, mendoni shumë, analizoni, bëni pyetje, keni një kurreshtje të brendshme, çfarë po ndodh vërtet, çfarë po më mëson kjo fazë. Ju nuk jeni më thjesht duke vepruar, por duke kuptuar. Është një fazë ku mendja juaj bëhet si pasqyrë, reflekton çdo detaj, çdo sinjal dhe çdo ndjesi. Dhe në këtë terren të punës dhe mendimit vjen ky kalorsi i kupave, papritur, dhe papritur zemra fillon të flasë. Ju ndjeni diçka më të thellë, më romantike, më shpirtërore. Mund të jetë një frymëzim, një ndjenjë, një person, një ide që ju prek. Kalorsi i kupave është ai zëri që ju thot: mos harro pse po e bën këtë, mos harro zemrën tënde. Ju filloni të ndjeni më shumë, të ëndërroni më shumë, të lidheni emocionalisht me atë që po krijoni. Dhe në fund, gjithë kjo energji përmblidhet në mbretëreshën e shkopimve. Kjo jeni ju në formën tuaj më të plotë, të sigurt, të fortë dhe të gjallë. Ju nuk jeni më vetëm, nuk jeni më vetëm duke mësuar apo nuk jeni më vetëm duke ndjerë. Ju po rrezatoni, keni karizëm, zjarr, besim. Është sikur shpirti juaj thot: tani jam gati të dal në dritë. Kjo kartë tregon një rikthim të fuqisë personale, një vetbesim që nuk vjen nga egoja, por nga përvoja. Tani kalojmë në familje. Në familje, historia hapet me hënën. Këtu ka mjegull, ka emocione të pashprehura, ndjenja të paqarta, gjëra që ndihen por nuk thuhen. Ju mund të ndjeni se diçka nuk është plotësisht e qartë, sikur ka tensione të buta, frikra të vjetra ose tema që shmangen. Është një atmosferë më shumë në ndërgjegje se sa e dukshme. Pastaj vjen karroca dhe kjo është energjia e lëvizjes. Diçka në familje sikur fillon të ndryshojë. Mund të jetë një vendim, një drejtim i ri, një përpjekje për të ecur përpara, pavarësisht emocioneve. Karroca tregon se dikush po përpiqet të marrë kontrollin, të mos mbetet i bllokuar në mjegullën e hënës. Ka vullnet për të ecur, edhe nëse rruga nuk është e qartë. Me njeriun e varur vjen pauza. Këtu kuptoni se jo gjithçka mund të shtyhet me forcë. Pra, ka situata që kërkojnë dorëzim, këndvështrim të ri, pritje, dhe është sikur familja juaj është në një fazë ku duhet të ndalojë dhe të shohë gjërat nga një perspektivë tjetër, jo nga ajo e zakonshmja. Dhe në fund kemi 9 shkopind. Kjo është karta e qëndrueshmërisë pas lodhjes. Tregon se familja ka kaluar shumë, por ende qëndron. Ka plag, ka lodhje, por ka edhe forcë. Është ai momenti kur thoni: jam I ose e lodhur, por nuk dorëzohem. Kjo është rezistencë shpirtërore. Tani kalojmë tek dashuria, dhe dashuria për ju këtë javë hapet me 8 kupat. Kjo është karta e largimit emocional. Ju po lini pas diçka që nuk ju mbush më, jo me zemërim, por me qetësi. Është një lloj lamtumire e brendshme. Kjo fazë, thoni ju, më mësoi, por nuk më përfaqëson më. Dhe më pas vjen vdekja.
Dhe kjo kartë nuk është fund, por transformim total. Pra, diçka në jetën tuaj emocionale po vdes që të lind diçka tjetër. Mund të jetë një identitet i vjetër në dashuri, një mënyrë e vjetër e të dashuruarit, ose një lidhje që ka përmbushur ciklin e saj dhe kjo kartë është karta e rilindjes së thellë. Me kalorësin e shpatave, ju nuk jeni më pasiv, ju flisni, veproni dhe vendosni. Mendja juaj bëhet më e drejt për drejt, më e mpret, pra pa iluzione. Ju thoni të vërtetën, edhe nëse ajo është e fortë. Kjo është faza ku shpirti juaj thot mjaft. Mjaft më me gjysmë ndjenja, mjaft. Dhe në fund magjistari. Kjo është karta më e fuqishme për dashurinë, tregon se tani ju keni realitetin tuaj emocional, tregon se ju jeni krijuesi i realitetit tuaj emocional, ju keni mësuar nga e shkuara, keni kaluar transformimin dhe tani keni fuqinë të manifestoni një lidhje të re, një histori të re, një mënyrë të re të dashuruari. Pra, jo më viktime rrethanave, por arkitekt i fatit tuaj sentimental. Kalojmë tek puna dhe në punë energjia fillon me diellin. Kjo është karta e suksesit, gëzimit dhe qartësisë. Ju ndiheni më të motivuar, më të dukshëm dhe më të vlerësuar. Ka energji pozitive, ndoshta edhe lajme të mira ose një ndjenjë se jeni në rrugën e duhur. Me asin e shpatave vjen qartësia mendore, ju shihni më saktë qartë se çfarë duhet bërë dhe çfarë duhet prerë, çfarë duhet vendosur. Është moment vendimi, moment strategjie, moment i së vërtetës. Pastaj shfaqet 5 monedha dhe kjo është frika. Frika nga mungesa, nga pasiguria financiare, nga mos vlerësimi. Edhe pse dielli shkëlqen brenda jush mund të ketë ende ankth. Mund të jetë ai ankthi i tipit po sikur të mos mjaftoj. Kjo kartë tregon një pasiguri të brendshme që jo me patjetër mund të jetë realitet objektiv. Dhe në fund kemi 9 kupat. Kjo është karta e dëshirës së përmbushur, tregon se pavarësisht frikës, potenciali për kënaqësi dhe realizim është shumë i lartë. Në Prism Oracle kemi ideimin. Ideimi është vula shpirtërore e gjithë leximit. Kjo kartë thot gjithashtu se kjo javë nuk është vetëm për të përjetuar, por për të krijuar, pra për të krijuar ide të reja, vizione të reja, perspektiva të reja. Pra shpirti juaj është në fazë gjenerative. Ju jeni duke menduar, ëndërruar, projektuar një version të ri të vetes. Paçim!